është përpjekje për të na bërë gropën. Opozitarët e opozitës, këta të fundit janë shërbëtor të qeverisë. Në fakt, protestën e provokoi zemrimi i popullit opozitar, që nuk ka kush i përfaqëson dhe kush mbron interesat e tyre. Është zemrimi i këtij populli ndaj padrejtësive të cilat janë të akumuluara prej vitesh, ndaj vjedhjes së pronave, korrupsionit, abuzimit me fondet, rishfetit, shtrejtimit të çmimeve dhe jetesës. Është nevoja që kanë njerëzit për drejtësi. Është një protestë ku përgjithsisht njerëzit, pa dallim se kujt feje apo etnie i përkasin, kërkojnë të dënohen të padrejtët, të vendoset drejtësi, të jepet fund vjedhjes së pronës, korrupsionit, rishfetit, abuzimit me fondet. Njerëzit kërkojnë kushte për të banuar në këtë vend. Dhe kjo është e drejta e tyre minimale. Drejtuesit e opozitës dhe pozitës duhet të reflektojnë mbi këto kërkesa të popullit. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an, bëhuni zbatues të palëkundur të drejtësisë.